Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ministria e Arsimit në Maqedoninë e Veriut njoftoi se këshillat arsimor nuk do të kenë më të drejtë të përmirësojnë notat përfundimtare, siç ka qenë praktika deri më sot. Sipas modelit të ri, nxënësi që mendon që është vlerësuar padrejtësisht me notë më të ulët ka të drejtë të paraqesë ankesë dhe të testohet nga një komision. Me procedurën e re të miratuar pas shpalljes së notës, nxënësi ka 3 ditë afat për të paraqitur ankesë. Shkolla formon një komision me 3 mësimdhënës. Nxënësi testohet në të gjithë materialin e vitit. Nota që jep komisioni është përfundimtare dhe zëvendëson notën paraprake. Nga viti i ardhshëm, regjistrimi i nxënësve në shkollat e mesme në Maqedoninë e Veriut do të bëhet në mënyrë tërësisht elektronike përmes një sistemi të integruar të lidhur me ditarin elektronik. Ministri i Arsimit dhe Shkencës në Maqedoninë e Veriut, Vesna Janevska, paralajmëroi se nga 1 shtatori kur të fillojë dhe përdorimi masiv i ditarit elektronik, është parashikuar që shkollat përmes këtij sistemi të kenë të lidhura të gjitha dokumentat e nevojshme për regjistrimin e nxënësve. Në këtë mënyrë, nxënësit do të regjistrohen elektronikisht, ndërsa të gjitha dokumentat e nevojshme si dëftesa, diplomat dhe certifikatat do të tërhiqen automatikisht nga sistemi, kështu që eliminohet nevoja për dorëzim fizik të dokumenteve, si dhe mundësia për aplikim në disa shkolla njëkohësisht. Rreth 28.000 mini-maturant në gjithë Shqipërinë u nështruan këtë të ënë provimit të tretë të lirimit. Për rreth 150 minuta nxënësit testojnë për njohuritë në gjuhën e huaj. Provimi zhvillohet në 340 qendra të monitoruara nga stafe të kualifikuara të institucioneve arsimore. Provimi i gjuhës së huaj mund të jetë në anglisht, frëngjisht, italisht apo gjermanisht në përputhje me gjuhën, e cila në planin mësimor të arsimit të mesëm të ulët trajtohet si gjuhë e huaj e detyruar në nivelin A2. Bota. Një valë të nxehtit ka përfshirë pjesën më të madhe të Europës duke shkaktuar temperatura përvoluese dhe alarm shëndetësor në shumë shtete. Spanja është mes vendeve më të prekura, ku të shtunën në El Granado regjistruar temperatura rekord prej 46 gradë Celsius, më e lartë ndonjëherë prej muajit qershor, sipas shërbimit kombëtar meteorologjik. Ndërkohë alarmi i kuq për temperaturat ekstreme është shpallur në disa zona të Portugalisë, Italisë, Kroacisë, ndërsa paralajmërimet për portokalli janë aktivizuar në pjesë të Francës, Austrisë, Belgjikës, Hungarisë, Slovenisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Serbisë dhe Zvicrës. Serbia regjistroi temperaturën më të lartë ndonjëherë që nga fillimi i matjeve në shekullin 19. Në Sloveni të shtunën u shënua temperatura më e lartë të qershorit në histori, ndërsa Maqedonia e Veriut u përball me 42 gradë Celsius ditën e premte. Parashikimet tregojnë se temperaturat do të vazhdojnë të rriten në ditët në vijim, sidomos në Francë, Gjermani, Itali dhe Britani. Inteligjenca britanike ngre alarmin për sulme kibernetike nga Moska. Raporti u publikua në samitin e NATO-s në Hag. Sulmet e kryera nga GRU-ja synojnë organizata qeveritare dhe private që veprojnë në transportin ajror, hekurodhor dhe detar. Në raport thuhet se ato nuk janë me inkursione sporadike, por një fushatë e mirëfillt sabotimesh kibernetike dhe fizike që kanë marrë formën e një lufte hibride. Autoritetet britanike e kanë analizuar në detaje këtë fushatë në një dosje të gjerë të shpërndarë aleatëve europian përpara samitit të NATO-s në Hag. Bindja e Londrës është se nevojitet një përgjigje e koordinuar, sepse pa një mekanizëm dëshkues, ofensiva e heshtur do të vazhdojë dhe ka një bindje se dhe Italia është shënjestër. Kanadaja njoftoi heqjen e taksës digjitale mbi kompanitë amerikane të teknologjisë. Ministri i Financave, François-Philippe Champagne, njoftoi heqjen e taksës së shërbimeve digjitale në pritje të një marrëveshje të dobishme reciproke me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti amerikan anulloi papritur bisedimet tregtare të premten për shkak të taksës që synonte firmat amerikane të teknologjisë, duke thënë se ishte një sulm i hapur ndaj tyre. Ai ripërsëriti deklaratën e tij të dielën duke u zotuar të vendosë një normë të re tarifore për mallrat kanadeze brenda javës së ardhshme. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.